Sot do ta eksplorojmë se çfarë ndodhte realisht në tavernat mesjetare pas betejave, një univers festimi, zije, biznesi i errët dhe njerëzimi i papërpunuar që historia zyrtare rrallë na tregon. Para se të vazhdojmë me videon, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si ky. Ekzistojnë periudha të historisë njerëzore që rrallë shfaqen në librat shkollor, por që zbulojnë me një qartësi mbresëlënëse natyrën e vërtetë të shoqërive që i përjetuan ato. Mesjeta, me betejat e saj epike, kështjellat e saj madhështore dhe tapicerinë e saj të ndërlikuar të fesë dhe dhunës së organizuar, është një nga ato periudha. Kur mendoni për konfliktet e mëdha mesjetare, mendja juaj fluturon menjëherë te imazhet e kalorësve të mbuluar me armaturë, flamujve që valviten nga era dhe fushave të mbuluara me pluhur dhe gjah. Por ka një kapitull të kësaj historie që mbetet vazhdimisht në hijen, një kapitull që fillon pikërisht kur daullet pushojnë së rënd dhe britmat e betejës shkrihen në ajrin e ftohtë të pasdites. Është kapitulli i tavernave. Për të kuptuar këtë kapitull në gjithë thellësinë e tij, duhet të fillojmë nga fillimi, nga mjedisi dhe nga roli shoqëror që këto ambiente luanin shumë kohë para se të zhvillohej ndonjë betejë. Tavernat mesjetare ishin shumë më tepër se sa thjesht ambiente ku shërbeheshin pije. Ato ishin zemra që rrite e jetës së përditshme në një qytetërim që ende nuk kishte zhvilluar strukturat komplekse të socializimit që njeh bota moderne. Ato ishin pikat e takimit ku udhëtarët, tregtarët, ushtarët, artistët dhe lypsit ndanin të njëjtin hapësirë fizike, merrnin të njëjtin ajër të rënd me tym druri dhe djersë njerëzore, dhe shkëmbenin lajme që vinin nga rrugët e shtruara me tokë që përshkonin pyje të errëta dhe fusha të hapura. Në një kohë kur nuk kishte gazeta, postë të rregullt, radio apo asnjë mjet komunikimi masiv, taverna shërbente si qendra kryesore e informacionit të një komuniteti të tërë. Aty thashë themet bëheshin rrëfime të strukturuara, rrëfimet bëheshin legjenda të përforcuara dhe legjendat, me kalimin e kohës dhe me përsëritjen e akumuluar nga gojë të panumërta, bëheshin pjesë e strukturës së gjallë të kujtesës kolektive të një populli. Roli i këtyre institucioneve të i kalonte shumë shitjen e thjeshtë të pijeve, ato ishin sistemi nervor jo formal i një qytetërimi të tërë. Ambientet që sot do të mund t'i quanim taverna mesjetare njihen me emra të ndryshëm dhe kishin karakteristika të dallueshme në varësi të rajonit dhe periudhës historike në fjalë. Në Anglinë mesjetare bëhej një dallim i qartë midis të ashtu quajturve alehouse, ku prodhohej dhe shërbehej bira lokale e njohur si ale, tavernat në vetvete, të cilat shërbenin kryesisht verë të importuar dhe frekuentoheshin nga një publik me status social më të lartë, dhe inns, të cilat ofronin akomodim përveç pijeve dhe ushqimeve. Në Francë, cabaretet dhe tavernat kryenin funksione të ngjashme brenda një konteksti kulturor specifik, ndërsa në rajonet gjermane jetëshueser, një term që mund të përkthehej fjalë për fjalë si shtëpi mikpritjeje, kryenin një rol analog brenda traditës kulturore gjermane. Pavarësisht të gjitha këtyre dallimeve rajonale dhe terminologjike, të gjitha këto ambiente ndanin një thelb të përbashkët, ishin hapësira publike takimi në një botë ku shtëpia private ishte shpesh tepër e vogël, tepër e errët dhe tepër private për të pritur jetën sociale që një komunitet kishte nevojë për të ekzistuar si i tillë. Struktura fizike e një taverne mesjetare ishte, në shumicën dërmuese të rasteve, mjaft e thjeshtë dhe e varfër. Përbëhej nga një dhomë e vetme ose disa dhoma të ndërlidhura me tavan të ulët të kryqëzuar nga trar druri të nxirr nga dekada tymi i vazhdueshëm, me mure guri të trash ose me llaç balte dhe me dysheme të mbuluar me kash ose kallama që duhej ndërruar rregullisht për të mos u bërë burim i erave të padurueshme. Në qendër të ambientit ose në një nga cepat e tij kishte gjithmonë një vatër të madhe zjarri, të ndërtuar me gur, e cila shërbente si për të ngrohur hapësirën gjatë muajve të ftohtë, ashtu edhe për të gatuar ushqimet e thjeshta që ofronte lokali. Tavolinat ishin të gjata dhe të papërpunuara, nga dru i trash dhe pa lustrim, pas bukurimet e rroba tavolinave të qëndisura apo të thikave të sofistikuara. Klientët uleshin në stola të gjatë ose tabure të ulta, shpatull për shpatull me të panjohur, duke ndarë jo vetëm tavolinën, por edhe enët kur kishte, pjatat e ushqimit dhe kupat e mëdha të birës ose verës që qarkullonin në ambient, duke u kaluar nga dora në dorë. Ndriçimi ishte gjithmonë i mangët. Qirinjtë e yndyrës të lirë dhe pishtarët me dru rëshinor prodhonin një dritë të dobët dhe dridhëse që projektonte hije kërcimtare nëpër mure dhe krijonte një atmosferë pothuajse të përhershme muzgu. Aroma ishte një përzierje e veçantë e drurit të djegur, mbetjeve të ushqimit të fermentuar, djersës njerëzore të grumbulluar, lëkurës së lagur dhe aciditetit të mprehtë të birës dhe verës së derdhur mbi dru gjatë ditëve. Të ftuarit ishin gjithmonë të pakët.
Qirinjtë e lirë të bërë nga dhjami dhe pishtarët me dru rëshinor prodhonin një dritë të dobët dhe të paqëndrueshme që hidhte hije të kërcimta nëpër mure dhe krijonte një atmosferë pothuajse të përhershme errësire. Aroma ishte një përzierje e veçantë e drurit të djegur, mbetjeve të ushqimit të fermentuar, djersës njerëzore të grumbulluar, lëkurës së lagur dhe aciditetit të mprehtë të birës dhe verës së derdhur mbi dru gjatë ditëve. Zhurmat formonin një simfoni karakteristike, krismën e vazhdueshme dhe ngushëlluese të zjarrit, fshfërimën e përzier të bisedave që përplaseshin pa u shkrirë, zhurmën periodike të një kupe që goditet fort në dru të tavolinës dhe ndonjëherë, kur ambienti ishte më i gjallë dhe paraja dilte më lehtë, muzikën e një instrumenti me tela ose zërin e rënd të dikujt që këndonte një këngë që të gjithë të pranishmit e dinin përmendesh. Ishte në këtë ambient që jeta mesjetare gjente një nga shprehjet e saj më autentike dhe më pak të filtruara nga pretendimi ose protokolli formal i oborreve dhe kishave. Për të kuptuar plotësisht atë që ndodhte në taverna pas betejave, është e nevojshme të kuptohen betejat mesjetare në të gjithë brutalitetin e tyre real, pa filtrat estetik që arti dhe letërsia e mëvonshme u kanë imponuar atyre. Shumica e konflikteve të armatosura të mesjetës nuk përbëheshin nga përleshje epike dhe të kuruar mirë midis ushtrive të mëdha të disiplinuara që manovronin me saktësi gjeometrike si sugjerojnë ndonjëherë paraqitjet pikturore. Në realitet, lufta mesjetare ishte shpesh kaotike e improvizuar, zhurmshme përtej suportueshmërisë dhe thellësisht personale në një kuptim që lufta e mekanizuar moderne rrallë arrin. Ushtarët luftonin në distanca fizike minimale, duke ndjerë nxehtësinë e trupit të kundërshtarit, duke dëgjuar frymëmarrjen e tyre të ndërprerë nga përpjekja, duke parë shprehjen në fytyrën e tyre në momentet vendimtare. Lufta e afërt me shpata të rënda hekuri, me heshta të gjata, me sepata brutale dhe me topuza që thyenin eshtra ishte fizike në një mënyrë absolute, raskapitse përtej asaj që trupi duket të përballojë, dhe emocionalisht shkatëruese në mënyra që luftëtarët e asaj kohe mezi kishin fjalor të mjaftueshëm për ta shprehur. Betjat mesjetare mund të zgjasnin nga disa orë deri në një ditë të tërë, në varësi të rrethanave të çdo konflikti. Bëma e famshme e Agincourt në vitin 1415 zgjati rreth 3 orë luftime të ashpra, por u parapri nga javë marshimi Raskalitës që i la trupat angleze në gjendje fizike të mirë shumë para përplasjes së parë të armëve. Bëma e Hastings në vitin 1066, e cila ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e historisë angleze, zgjati rreth 9 orë luftime pothuajse të pandërprera midis ushtrive të Williamit të Normandisë dhe mbretit Harold. Në të gjitha këto raste të dokumentuara dhe në betejat e panumërta më të vogla që nuk morën kur emra historik, të mbjetuarit dilnin nga fusha e betejës në gjendje raskapitjeje fizike dhe psikologjike që bota moderne do të identifikonte menjëherë si ekstreme dhe potencialisht paftësuese. Kur përfundonte një betejë, pavarësisht se cila palë dilte fituese, të mbjetuarit bartnin me vete një peshë që shkonte shumë përtej plagëve të dukshme fizike. Ishte raskapitja absolute e trupave që ishin çuar në limitet e tyre më ekstreme gjatë orëve të përpjekjes maksimale dhe të pandërprerë. Ishte kujtimi i menjëhershëm dhe brutal i dhunës, i shtypur në shisa në mënyra që nuk zhdukeshin thjesht me përfundimin e luftimeve. Ushtari që kthehej nga fusha e betejës. Mbarte në vesh tingullin mbrintës të përplasjes së metaleve, në sypamjet e atyre që kishin rënë, në duar kujtesën muskulore të lëvizjeve që kishin shkaktuar vdekjen e qenie njerëzore të tjera. Dhe ishte, mbi të gjitha, nevoja urgjente dhe primare për të gjetur një hapësirë kalimi midis botës së luftës dhe botës së jetës që vazhdonte përtej asaj fushe të shkatëruar. Tavernat ishin, në shumë aspekte thelbësore, pikërisht kjo hapësirë. Mënyra se si ushtarët arrinin në taverna ndryshonte në mënyrë drastike në varësi të rrethanave specifike të çdo konflikti, të distancës midis fushës së betejës dhe lokalit më të afërt, dhe mbi të gjitha të rezultatit të përballjes. Fituesit zakonisht mbërrinin në grupe të zhurmshme dhe të emocionuar, ende nën efektin e një adrenalina që nuk ishte shpërndar plotësisht pavarësisht raskapitjes fizike, me fytyra të mbuluara me pluhur dhe gjak të tharë, rroba të shyrë dhe të njollosura me ngjyra të shumta që ishte më mirë të mos ekzaminoheshin nga afër. Armë ende të ngarkuara në brez ose të balancuara në supe me rastësinë e atij që nuk kishte bërë ende ndarjen mendore midis kohës së luftës dhe kohës së paqes. Ata mbërrinin me hap të rënd të atij që mbarte orë lufte në këmbë dhe në supe, por me një energji nervore të mbetur që ende nuk kishte gjetur një dalje të përshtatshme dhe të cilën alkooli së shpejti do të ndihmonte ta shpërndante në mënyra jo gjithmonë të kontrolluara. Të mundurit, kur patën fatin të mbjetonin për të treguar historinë, mbërrinin në mënyrë radikalisht të ndryshme.
Vinin në heshtje të rënd ose në grupe të vogla të shpërndar, të përkulur nga turpi dhe raskapitja e kombinuar në një mënyrë të veçantë që ata që nuk janë kurrë të mundur në luftë nuk e kuptojnë lehtë. Ata shmangnin shikimet e të tjerëve, kërkonin cepat më të errët dhe stolat më të largët nga qendra e tavernës. Në disa raste mbërrinin të plagosur në mënyrë të dukshme, të mbështetur tek shokët ose tek copat e improvisuara druri që shërbenin si paterica. Në raste të tjera vinin vetëm, të ndarë nga njësitë e tyre në kaosin e humbjes, pa e ditur me siguri se çfarë kishte ndodhur me shokët që kishin mbetur pas në fushë. Gesti i parë i pothuajse të gjithëve, qofshin të fituar apo të humbur, ishte të kërkonin diçka për të pirë. Jo domosdoshmërisht për kënaqësi të menjëhershme, pasi kënaqësia dukej si një ide e largët për njerëzit në atë gjendje, por për një nevojë që vetë luftëtarët mesjetar do të kishin vështirësi ta shprehnin me saktësi. Pija kryente funksione të shumta dhe të njëkohshme në atë kontekst specifik. Fiziologjikisht, ushtarët arrinin në taverna të dehidratuar thellë, pas orësh përpjekjesh fizike intensive brenda petkuve të rënda prej hekuri ose lëkure të fortë, në ndjellin e nxehtë ose të ftohtin therrës, pa pasur kohë ose mundësi të pinin siç duhet gjatë luftimeve. Bira, në këtë periudhë dhe në këtë kulturë, ishte shpesh më ushqyese dhe më e sigurt për konsum njerëzor se uji i disponueshëm në burimet lokale, i cili shpesh ishte i kontaminuar nga mbeturinat njerëzore dhe shtazore. Vera, aty ku ishte e disponueshme, kryente një funksion të ngjashëm dhe kishte përfitimin shtesë që mjekësia popullore e kohës e perceptonte si më forcuese dhe më rigjeneruese. Bira mesjetare nuk ishte as pak pija e lehtë dhe e gazuar që njeh bota moderne. Ishte e trash, shpesh e errët, në shumicën e rasteve e turbullt, me një përqindje alkooli të ndryshueshme, por përgjithsisht më të ulët se birat moderne të fermentimit të lartë. Prodhoi në shkallë të vogël në vend, shpesh nga vetë pronarja e tavernës ose nga familja e saj, dhe shija varri drejt për drejt nga përbërësit e disponueshëm në çdo rajon specifik. Në veri të Evropës, ku hopi që sot përcakton hidhësinë dhe ruajtjen e birës moderne kultivohej dhe përdorej më pak, bira shpesh aromatizohej me një përzierje barishte aromatike të njohur si grujt, e cila përfshinte përbërës si mende, rozmarinë e egër, moriz këneta dhe bimë të tjera me veti aromatike. Ishte mbi të gjitha një pije funksionale, e krijuar për të ushqyer, hidratuar dhe, për të ndryshuar lehtësisht gjendjen mendore të atij që e konsumonte, duke ulur ankthin e mbetur nga lufta dhe duke lehtësuar dhimbjet akute të trupit të plagosur. Vera zinte një vend tjetër dhe më të lartë në hierarkinë e pijeve mesjetare. Ishte një pije e lidhur me klerikët, fisnikërinë dhe tregtinë ndërkombëtare në distanca të gjata, më e shtrenjtë dhe më pak e aksesueshme se bira për shumicën dërmuese të ushtarëve të zakonshëm. Në rajonet verore të Evropës jugore, vera ishte natyrshëm më e bollshme, por në një pjesë të mirë të Evropës mesjetare, sidomos në veri dhe lindje, ishte një luks që vinte përmes rrugëve tregtare të gjata dhe që në tavernën lokale shfaqej në sasi të kufizuara dhe me çmime që ushtari i thjesht rrallë mund t'i paguante. Ekzistonte gjithashtu edhe hidromeli, një pije e fermentuar e bërë nga kombinimi i mjaltit dhe ujit me një traditë të gjatë në kulturat evropiane paramesjetare dhe që vazhdoi të konsumohej gjatë gjithë mesjetës, sidomos në rajonet skandinave, britanike dhe gjermanike. Hidromeli kishte një reputacion të veçantë në imagjinatën luftëtare të këtyre popujve, thellësisht i lidhur me festimet heroike të përshkruara në sagat nordike dhe me historitë e kënduara nga bardhët. Për shumë luftëtarë të Evropës veriore, pirja e hidromelit pas një betejë ishte një lidhje e gjallë me një traditë të lashtë të kremtimit të trimërisë dhe mbijetesës. Por pija ishte vetëm pika e nisjes për atë që ndodhte në ato taverna plot me burra të sapo dalë nga fusha e betejës. Alkooli shërbente si një çelës për një proces që ishte në thelb social, kolektiv dhe thellësisht narrativ. Pas gllënikave të para të konsumuara në heshtje relative, me tensionin e trupit që tërhiqej minimalisht nga nxehtësia e zjarrit dhe nga torpori fillestar i alkoolit, gjuhët fillonin të liroheshin. Dhe aty fillonte ajo që mund të quhej si rituali i madh verbal i luftës mesjetare, rrëfimi kolektiv i betejave. Në një shoqëri mbizotërues analfabete, ku aftësia për të lexuar dhe shkruar ishte privilegj i një pakice të përbërë kryesisht nga klerik dhe disa fisnik të arsimuar, kujtesa kolektive transmetohej pothuajse ekskluzivisht nëpërmjet fjalës së folur. Tregimi gojor kishte një peshë sociale dhe një funksion kulturor që bota moderne, me bollkun e saj të regjistrimeve të shkruara, audiovizuale dhe digjitale, e ka shumë të vështirë ta kuptoj plotësisht. Të rrëfësh atë që kishte ndodhur nuk ishte thjesht një mënyrë për të përpunuar përvojën personale të çdo ushtari, edhe pse ishte edhe kjo në mënyrë shumë reale.
Ishte një akt social i ndërtimit kolektiv të realitetit të përbashkët. Kur një ushtar përshkruante se si kishte vepruar gjatë luftimeve, si kishte luftuar, çfarë kishte parë, kë kishte humbur dhe kë kishte takuar në rrëmujën e betejës, ai po merrte pjesë në një proces krijimi kuptimi, që ishte njëkohësisht individual dhe komunitare. Këto rrëfime në taverna shpesh ndiqnin modele narrative të njohura për çdo që njihte kulturën gojore mesjetare. Kishte një element pothuajse ritualist të zmadhimit, i cili nuk kuptoi me do mos si gënjeshtër nga pjesëmarrësit, por si një lloj përforcimi poetik i një së vërtete që konsiderohej thelbësore. Armiku në rrëfimet e tavernas ishte pashmangshmërisht më i shumë, më i frikshëm, më i tmerrshëm se sa në realitetin e ngjarjeve. Vetë rezistenca e rrëfimtarit ishte gjithmonë më heroike, situata gjithmonë më e dëshpëruar para kthesës providenciale. Shokët e rënë kishin luftuar me një shkëlqim dhe guxim që në jetë ndoshta nuk do të ishin njohur kaq universalisht. Ky model narrativ nuk ishte thjesht mendje madhësi personale ose pandërshmëri e kalkuluar. Ishte një mënyrë e sankcionuar kulturalisht për t'i dhënë betejës dimensionin epik që përvoja traumatike kërkonte për t'u bërë e tolerueshme në kujtesën e atij që e kishte përjetuar. Betejat që ushtarët kishin përjetuar në person, në rrëfimet e tavernas, bëheshin diçka cilësisht e ndryshme nga ajo që kishin qenë në realitetin kaotik dhe terrorizues të ngjarjeve. Ato bëheshin histori me strukturë të njohur. Dhe historitë kishin fillim, mes dhe fund, kishin heronj të identifikueshëm dhe momente lavdije shpenguese. Ky transformim narrativ ishte një mekanizëm psikologjik mbijetese i cili, edhe pse askush në atë kohë nuk e përshkruante në këto terma, ishte aq i rëndësishëm për mirëqenien e luftëtarëve sa çdo trajtim fizik për plagët e trupit. Në një epokë që nuk kishte asnjë koncept për traumën psikologjike ose çrregullimin e stresit post-traumatik, rrëfimi kolektiv në taverna kryente një funksion që shekujt e ardhshëm do t'i atribuonin progresivisht terapisë profesionale, rrëfimit fetar dhe shprehjes artistike. Dëgjuesit e këtyre rrëfimeve gjithashtu kishin një rol aktiv dhe të njohur në procesin kolektiv. Bënin pyetje për detaje që i njihnin nga këndvështrimi i tyre, shtonin episode që rrëfimtari i kishte harruar ose preferonte t'i anashkalonte, korrigjonin shtrembërime flagrante kur ishin dëshmitar të njëjtave ngjarje, ose thjesht konfirmonin me një tundje koke dhe një glënjë të gjatë bire aspektet e rrëfimit që i njihnin si të vërteta sipas përvojës së tyre. Ishte një proces thelbësisht bashkëpunues i ndërtimit të kujtesës kolektive për ngjarjet e kohëve të fundit, dhe taverna ishte hapësira fizike e privilegjuar ku ky proces zhvillohej me natyrshmërinë më të madhe dhe me shkallën më të ulët të ngurimit formal. Tavernat mesjetare pas betejave nuk ishin, megjithatë, vetëm hapësira për përpunimin emocional dhe ndërtimin narrativ. Ato ishin gjithashtu, në mënyrë shumë konkrete dhe të menjëhershme, hapësira ekonomike ku zhvilloheshin transaksione tregtare me rëndësi të madhe në momentet e para pas luftimeve. Lufta mesjetare prodhonte pasuri në mënyra që bota bashkëkohore i konsideron barbare, por që ishin plotësisht të normalizuara në logjikën sociale dhe juridike të kohës. Vjedhja, shpërblimi i të burgosurve me vlerë të lartë dhe shitja e pajisjeve ushtarake të kapura ishin praktika të njohura, të koduara nga zakonet dhe moralisht të pranueshme brenda sistemit të vlerave mesjetare. Vjedhja ishte një realitet strukturor i luftës mesjetare, jo një abercion moral apo një tepritse e pakontrollueshme. Ushtarët, veçanërisht ata me grad më të ulët që formonin masën e këmbësorisë, paguheshin në mënyrë të parregullt, të pamjaftueshme dhe të nënshtruar ndaj vonesave të shpeshta që mund të zgjateshin me javë ose muaj. E drejta për të plaçkitur fushën e betejës dhe territoriet e pushtuara konsiderohej si kompensim legjitim dhe zakonor për rreziqet fizike që kishin marrë përsipër. Gjatë kaosit që pasonte menjëherë mbarimin e luftimeve, ndërsa fusha ishte ende e mbuluar nga të vdekurit dhe të plagosurit, ushtarët mblidhnin çdo gjë që mundnin me një efikasitet pragmatik që sot do të shkaktonte tronditje, por që atëherë ishte thjesht pjesë e procedurës normale pas betejës. Të gjitha këto materiale arrinin në taverna bashkë me ushtarët që i mbanin ato. Dhe aty, në tavolinat e gjata prej drurit të ashpër, me nxehtësinë e zjarrit dhe aromën e birës në ajër, zhvilloheshin negociata që lëviznin shuma të konsiderueshme pasurie. Të tregtarët vendas që frekuentonin tavernat pikërisht në ditët që pasonin një betejë të afërt, duke ditur nga përvoja se aty do të gjenin materiale interesante me çmime të shtrënguara nga nevoja e menjëhershme e shitësve. Vinin me para dhe me një sy të stërvitur për të vlerësuar vlerën reale të një armature të dëmtuar, të një shpate me tek të coptuar nga lufta apo të një kali luftarak të raskapitur.
Ishte transaksione që rrallëherë ishin plotësisht të drejta për ushtarin e lodhur që kishte nevojë për para të menjëhershme. Tregtari dinte vlerën e tregut të sendeve me saktësi shumë më të madhe se sa luftëtari që sapo kishte dalë nga fusha. Por këto transaksione pranoheshin si pjesë natyrale e ciklit ekonomik të luftës mesjetare, dhe ushtarët që arrinin të dilnin nga një fushat me disa para në xhep konsideroheshin mjaft fatlum. Sistemi i shpërblimit të burgosurve ishte edhe më domethënës ekonomikisht, megjithse operonte në sfera sociale të ndryshme nga transaksionet e vjedhjes. Kalorësit dhe fisnikët e kapur në betejë ishin, në logjikën ekonomike dhe sociale të luftës mesjetare, shumë më të vlefshëm të gjallë se sa të vdekur. Kapja e një zot feudal të rëndësishëm, e një kalorësi nga një familje fisnike apo e një oficeri ushtarak të gradës së lartë përfaqësonte një aset ekonomik të konsiderueshëm, pasi familjet dhe vasalët paguanin pasuri për të marrë kthimin e anëtarëve të tyre. Këto negociata shpesh kishin pikënisjen e tyre jo formale në tavernat më të afërta me fushën e betejës, ku kapësit dhe ndërmjetësit e punësuar nga familjet e të burgosurve takoheshin për të krijuar një kontakt të parë, për të diskutuar kushtet dhe për të vullosur marrëveshje paraprake që mund të ndryshonin fatin financiar të një familjeje të tërë. Informacioni ishte një mall tjetër me vlerë të jashtëzakonshme që qarkullonte në tavernat mesjetare në ditët pas betejave. Në një botë pa komunikim të shpejt në distancë, ku lajmi më urgjent udhëtonte vetëm aq shpejt sa kali më i shpejt që e barte, të dish rezultatin e një konfrontimi ushtarak kishte një vlerë ekonomike dhe politike vështirë se mund të mbivlerësohej. Të tregtarët duhej të dinin nëse rrugët tregtare ishin të sigurta apo të bllokuara nga lëvizjet e trupave. Të zotët feudal duhej të dinin urgjent nëse vasalët e tyre kishin mbijetuar dhe si po administroheshin territoret e tyre në mungesë të pronarëve. Të familjet duhej të dinin nëse djemt, burrat dhe baballarët e tyre ishin të gjallë apo të vdekur. Dhe tavernat ishin pikat e para të përputhjes së gjithë këtij informacioni të shpërndar që vinte nga të gjitha drejtimet me shpejtësinë e parregullt të mbjetuarve që shpërndaheshin në territor. Tavernierët, pronarët e këtyre ambienteve, ishin plotësisht të vetëdijshëm për rolin strategjik që ata luanin si nyje qendrore të një rrjeti informacioni jo zyrtar, por të fuqishëm. Më të përparuarit kultivonin marrëdhënie me udhëtar të gjitha llojeve me kalimin e viteve, duke mësuar të ndanin thashethemet e pabaza nga lajmet e besueshme dhe të verifikueshme, duke u bërë figura autoriteti jo zyrtar në komunitetet e tyre. Ata vlerësoheshin jo vetëm për cilësinë e birës apo të verës së tyre, por edhe për cilësinë dhe besueshmërinë e informacionit që arrinin të mblidhnin dhe transmetonin me shkallën e duhur të sigurisë apo të dyshimit. Në shumë raste, tavernierët më të pozicionuar mirë shërbenin gjithashtu si ndërmjetës jo zyrtar në transaksionet e plaçkitjes dhe në negociatat e shpërblimit, duke marrë një pjesë diskrete për shërbimin e lehtësimit të takimeve midis palëve që pa takuar nuk do të ishin takuar. Por nëse tavernat mesjetare ishin qendra të përpunimit narrativ dhe të transaksioneve ekonomike, ato ishin gjithashtu, në mënyrë aq të pashmangshme sa edhe të parashikueshme, skena të shpeshta dhune të rëndë. Kombinimi i burrave thellësisht të lodhur dhe emocionalisht të çrregulluar nga orë të luftës, i sasive të mëdha alkooli të konsumuar në kohë relativisht të shkurtër, i tensioneve ndërpersonale të pazgjidhura, dhe i armëve të mbushura në brez krijonte kushte të favorshme për konflikte që mund të përshkallëzoheshin shpejt nga një debat verbal në një grindje fizike dhe, në rastin më të keq, në vrasje. Tavernat mesjetare nuk ishin hapësira të sigurta. Ato ishin hapësira socialisht komplekse dhe potencialisht shpërthyese ku hierarki të ndryshme, grupe të ndryshme dhe gjendje emocionale të ndryshme bashkëjetonin në afërsi fizike të pakëndshme. Grindjet në tavernën mesjetare shpesh shkaktoheshin nga çështje të lidhura drejt për drejt me kontekstin e betejës së fundit. Akuzat për frikë gjatë luftimeve, të cilat ishin një ofendim shumë i rëndë në sistemin e vlerave të nderit mesjetar, mund të kthenin menjëherë një debat verbal në një konfrontim fizik. Mosmarrëveshje rreth asaj kush kishte kapur një të burgosur të caktuar dhe prandaj kishte të drejtë në shpërblimin që ai përfaqësonte. Çështja rreth shpërndarjes së preut dhe rreth asaj kush kishte të drejtën legjitime mbi një send të caktuar të kapur. Rivalitetet e vjetra midis nisive të ndryshme ushtarake që kishin luftuar krah për krah, por jo domosdoshmërisht në harmoni. Të gjitha këto faktorë mund të shpërthenin në taverna me një dhunë që ishte në të njëjtën kohë absolutisht reale dhe thellësisht e ritualizuar brenda normave të kulturës luftarake mesjetare. Pronarët e tavernave zhvillonin, nga nevoja e pastër për mbijetesë ekonomike, aftësi të sofistikuara të menaxhimit parandalues të konflikteve.
Mësonin të njihnin shenjat e rrezikut para se situatat të arrinin pikën pa kthim, rritja graduale e zërit, ndryshimi i llojit të gjuhës së përdorur, shfaqja e gjesteve kërcënuese, formimi i grupeve rreth një mosmarrëveshjeje specifike. Mësonin të ndërhynin me autoritet, por pa shtuar më tej tensionin, të ridrejtonin vëmendjen e grupit drejt diçkaje tjetër, të ofronin edhe një raund pjesë si një devijim diplomatik elegant. Ishte një kërcim delikat dhe pronarët më me përvojë të tavernave ishin kërcimtar jashtëzakonisht të aftë. Në këtë art ekziston një aspekt tjetër i tavernave mesjetare që historia ka tendencë ta regjistrojë me më shumë turp se të tjerat, prania femërore dhe dimensionet e shumta që ajo merrte në këto hapësira. Gratë ishin të pranishme në tavernat mesjetare në role të ndryshme dhe shoqërisht komplekse. Shumë taverna operoheshin nga gra, veçanërisht nga të vejat që kishin trashëguar biznesin nga burrat e tyre të vdekur dhe që e mbanin atë si burimin kryesor ose të vetëm të ardhurave për veten dhe fëmijët e tyre të mitur. Kishte gjithashtu shërbyese të punësuara, të cilat punonin duke shërbyer pije dhe ushqim dhe që zinin një pozicion shoqëror ambigu dhe të cenueshëm, të nënshtruara njëkohësisht nga çmimeve të shpeshta të klientëve dhe një lloj mbrojtjeje zakonore që komuniteti lokal u ofronte grave punëtore të njohura si anëtare me reputacion të mirë. Prostitucioni, të cilin Kisha Katolike mesjetare e dënonte në mënyrë retorike të vazhdueshme, por të cilin asnjë pushtet civil mesjetar nuk arriti ta eliminonte nga praktika e përditshme, ishte i lidhur me tavernat në mënyra që ndryshonin ndjeshëm në varësi të rajonit, periudhës dhe rregulloreve lokale. Në disa qytete mesjetare më të mëdha, veçanërisht në ato që kishin universitete ose ishin ndalesa të detyrueshme në rrugët tregtare të rëndësishme, prostitucioni tolerohej thuajse zyrtarisht, i kufizuar në rrugë ose biznese të caktuara, dhe i nënshtruar rregullave që synonin si mbledhjen e të ardhurave për arkat bashkiake, ashtu edhe kontrollin e pjesshëm të sëmundjeve veneriane, të cilat ishin një problem shëndetësor publik i njohur edhe pa dijenin shkencore që shekujt e ardhshëm do të zhvillonin. Gratë që punonin në këtë kontekst specifik ishin të ekspozuara ndaj rreziqeve të konsiderueshme, si nga dhuna fizike ashtu edhe nga kontaminimi, dhe zinin një nga pozicionet më të cenueshme në hierarkinë shoqërore tashmë të pasigurt të kohës. Loja ishte një tjetër element qendror i jetës në tavernat mesjetare dhe protagonizmi i saj në ditët menjëherë pas betejave nuk mund të ishte më i madh. Ushtarët mesjetar ishin kumargjin të varur që dukeshin të paftë të i rezistonin joshjes së bastit edhe në rrethanat më të vështira. Lojrat mezare ishin më të zakonshme, më të aksesueshme dhe më të shpejtat, duke kërkuar vetëm disa zare kockash të gdhendur me shenja numerike dhe një sipërfaqe relativisht të sheshtë mbi të cilën t'i hidhnin. Kishte edhe lojra me letra, të cilat u futën në Evropë gjatë mesjetës përmes lidhjeve tregtare me lindjen e mesme dhe Kinën, ndoshta gjatë shekullit të 14, dhe të cilat shpejt fituan popularitet të jashtëzakonshëm në të gjitha shtresat shoqërore të kontinentit, nga tavernat më modeste deri te oborret më të rafinuara. Paraja e fituar me mund të madh përmes plaçkitjes së betejës shpesh zhdukej në mënyrë të habitshme gjatë lojrave në të njëjtën natë kur ishte fituar me koston e rreziqeve dhe përpjekjeve të konsiderueshme. Regjistrimet mesjetare janë plot me vajtime për ushtarët që mbërrinin në tavernë me prodhimin e ditëve të plaçkitjes dhe që dilnin në agim pa asnjë qindark, të mposhtur në zare apo letra nga kolegë më të aftë apo thjesht më me fadh. Autoritetet si civile ashtu edhe ato kishtare e shikonin lojën si një problem moral dhe social me peshë të parë, të aftë të kthenin në asgjë në pak orë frytin e përpjekjeve të gjata dhe të rrezikshme. Por përpjekjet për të ndaluar lojën në tavernat mesjetare ishin vazhdimisht aq të suksesshme sa edhe përpjekjet për të ndaluar vetë pijen, domethënë, krejtësisht jo praktike në praktikë. Klerikët mesjetarë që shkruanin për tavernat dhe shkruanin me një frekuencë që tregonte njëkohësisht dënim të sinqertë dhe familiaritet të dyshimt me subjektin e kritikuar, krijuan një imazh veçanërisht të zymt të këtyre ambienteve. Letërsia moralizuese e mesjetës zhvilloi imazhin e tavernës si një paratrup e ferrit, një hapësirë ku shtatë mëkatet vdekjeprurse manifestoheshin njëkohësisht. Brykësia manifestohej në pijen e tepërt. Lëshimi në gratë me reputacion të dyshimt. Zemërimi në grushtet që shpërthenin rregullisht. Lakmia në bastet që shtynin njerëzit të humbnin më shumë se sa kishin. Përtatësia në dëfërtimin e frekuentuesve. Smira në mosmarrëveshjet për pasurinë e ridistribuar në mënyra kontroverse. Dhe krenaria në rrëfimet e egzageruara të veprave luftarake që frynin egon në kurriz të së vërtetës. Ishte, nga këndvështrimi kishtar, një katalog i plot kishthurjes njerëzore i mbledhur nën të njëjtin çati kashte.
por marrëdhënia e botës mesjetare me tavernat ishte në mënyrë thelbësore më komplekse se sa sugjeronte ky dënim. Vetë kisha ishte, në shumë aspekte, një pjesëmarrëse aktive në botën e prodhimit dhe shitjes së pijeve të fermentuara. Manastiret prodhonin dhe tregtonin birë dhe verë në shkallë të konsiderueshme, dhe shitja e pijeve ishte një burim i rëndësishëm të ardhurash për shumë komunitete fetare në të gjithë Europën mesjetare. Klerikët individualisht ishin frekuentues të njohur të tavernave dhe predikimet që dënonin me elokuencë tepricat e verës dhe të birës shpesh predikoheshin nga burra që i kishin provuar personalisht. Pendestarët mesjetarë që rrëfenin tepricat e tavernës nuk ishin domosdoshmërisht hipokritë. Ata jetonin në një strukturë mendore që lejonte bashkëjetesën e dobësisë njerëzore dhe aspiratës shpirtërore në mënyra që bota moderne do të kishte vështirësi t'i kuptonte. Muzika përfaqësonte një dimension thelbësor të atmosferës së tavernave mesjetare në çdo ditë, por në ditët që pasuan betejat ajo merrte ngjyra dhe funksione të veçanta. Trovatorët dhe menestrelët, artistët e ndacak që udhëtonin në rrugët mesjetare në të gjitha stinët duke shkëmbyer këngë, histori, poezi dhe lajme për ushqim, streh dhe monedat që dëgjuesit e kënaqur hidhnin drejt tyre, ishin figura të shpeshta dhe të mirëpritura në taverna. Ata mbërrinin me një repertor të kuruar me kujdes dhe të përditësuar vazhdimisht me këngë heroike për bete të famshme, balada që kremtonin veprat e luftëtarëve të shuar, vajtime për të rënët në luftë që i bënin lotët të rridhnin në faqet e burrave të fortë nga lufta. Këngët që ministrelët këndonin në taverna pas betejave kryenin funksione që shkonin shumë përtej argëtimit të thjeshtë. Ato shërbenin si mjete të privilegjuara të kujtesës kolektive, duke ruajtur historitë e betejave në forma poetike të muzikuar që ishin pafundësisht më të lehta për t'u memorizuar dhe për t'u transmetuar në distancë se sa çdo formë proze. Betjet e mëdha mesjetare përjetësoheshin në këngë që qarkullonin nga taverna në taverna, nga sheshi i tregut në sheshin e tregut, nga obori në obor, duke transmetuar versionin thelbësor të ngjarjeve dhe duke krijuar një konsensus narrativ për atë që kishte ndodhur dhe çfarë kuptimi kishte. Kënga e Rolandit që kremton betejën e Roncesvalles në shekullin e 8 është shembulli më i famshëm se si një ngjarje beteje transformohej në narrativ epike përmes traditës gojore, dhe taverna ishte një nga ambientet kryesore ku kjo transformim ndodhte në shkallën e historisë lokale dhe rajonale. Por artistët që gjallëronin tavernat mesjetare nuk ishin vetëm ministrelët e rafinuar që paraqiteshin edhe në obore dhe kështjella. Kishte gjithashtu artistë më modest rrugor në pretendimet e tyre, xhonglerët dhe budallënjt që bënin akrobaci me objekte të përditshme, që tregonin anekdota me dy kuptime, që imitonin me talent kafshët dhe personalitetet e njohura të rajonit, dhe që kënaqeshin me monedha më të vogla në këmbim të përpjekjeve të tyre. Kishte muzikantë që luanin instrumente si flauta, dajre, lahut me tela zorësh, rebek dhe psalter, duke krijuar një sfond muzikor të vazhdueshëm për netët e pirjes dhe bisedës që zgjateshin deri vonë. E gjithë kjo shumëllojshmëri shprehje artistike popullore i bënte tavernat mesjetare qendra të gjalla kulture që, pavarësisht karakterit të tyre të përkohshëm dhe mungesës së tyre nga regjistrimet historike më formale, ishin aq të rëndësishme për transmetimin kulturor të kohës sa manastiret dhe oborët që historiografia tradicionale i preferon. Çështja e të plagosurve kërkonte vëmendje të veçantë në këtë mjedis. Betjet mesjetare prodhonin të plagosur në numër të konsiderueshëm dhe shumë prej tyre mbërrinin në taverna para se të arrinin në ndonjë ambient mjekësor, pasi ambientet mjekësore të organizuara ishin një rrallësi në pjesën më të madhe të Europës mesjetare para shfaqje sistematike të spitaleve të lidhura me urdhra fetar si kalorësit spitalor. Taverna shpeshherë shërbente si pika e parë e seleksionimit jo formal për të plagosurit që ende mund të lëviznin vetë ose me ndihmën e shokëve. Aty, mbi të njëjtat tavolina druri ku orë më parë hahej dhe pijej me normalitetin e përditshëm, plagët shqyrtoheshin në dritën e zbeth të pishtarëve, fashime improvizuara me copa të shyrë, dhe alkooli i disponueshëm shërbente njëkohësisht si anestezik rudimentar që zbulte dhimbjen e manipulimeve dhe si dezinfektues empirik me efikasitet të pjeshëm. Çdo betejë mesjetare linte pas një gjurmë të vdekurve, familjarët dhe shokët e të cilëve të vdekurve duhej të përballonin humbjen në mënyra që shoqëria e kohës rrallë i strukturonte formalisht jashtë ritualeve fetare të kishës. Në një kohë kur qasja në trupin e të ndjerit ishte shpesh e pamundur, pasi të vdekurit varroseshin kolektivisht në fushat ku kishin rënë ose thjesht liheshin për skifterët, zjeja kishte një dimension veçanërisht abstrakt dhe të çorientuar. Si lufton për dikë që nuk mund ta varrosësh, për dikë që është zhdukur në rrëmujën e një betejë pa lënë asnjë gjurmë të dallueshme?
Lokalet ishin një nga hapësirat ku kjo zi kolektive dhe individuale gjente shprehje të mundshme. Pije ngrieshin në nder të vdekurve, në një version mesjetar të tostimit mortor që arkeologët e identifikojnë në kultura që datojnë mijëra vite para mesjetës. Emrat e shokëve të rënë shqiptoheshin me solemnitet, historitë e tyre kujtoheshin me dashurinë që vdekja i bënte më bujare se sa lejonte bashkëjetesa e përditshme. Dinamika midis shtresave të ndryshme shoqërore të pranishme në lokalet mesjetare ishte një element tjetër zbulues i kompleksitetit real të kësaj shoqërie. Hierarkia feudale ishte jashtëzakonisht e rrept në teori dhe në ritualet e saj formale, por në praktikën e përditshme të lokaleve kishte një rrjedhshmëri situacionale që do të habiste çdo që priste të gjente mure shoqërore krejtësisht të pakalueshme. Kalorësit e gradave më të ulta pinin për krah ushtarëve këmbësor. Të tregtarët lokal uleshin në të njëjtën tavolinë me artizanët dhe udhëtarët. Mercenarët me origjinë kombëtare dhe kulturore të ndryshme përziheshin me luftëtarët vendas në biseda që kryqëzonin barrierat gjuhësore me ndihmën e gjesteve, fjalëve të huazuara dhe gjuhës universale të verës dhe birës. Kjo demokraci e dukshme kishte natyrisht kufijtë e saj të qartë, lordët e mëdhenj feudal kishin hapësirat e tyre të socializimit në kështjella, por për shkallët e mesme dhe të ulta të shoqërisë luftarake. Lokali ishte një nga hapësirat e pakta ku hierarkia lëshonte qoftë edhe përkohësisht, parapeshës së përvojës së përbashkët të betejës. Mercenarët përbënin një rast socialisht magjepsës në këtë mozaik të lokaleve mesjetare. Ishin luftëtarë profesionistë që shisnin shërbimet e tyre tek paguesi më i mirë i momentit, të shkëputur nga lidhjet e vasalitetit dhe besnikërisë feudale që strukturonin jetën e shumicës së luftëtarëve mesjetarë. Ata vinin nga origjina gjeografike dhe kulturore të ndryshme, flisnin gjuhë dhe dialekte të ndryshme dhe mbanin me vete një kulturë të tyre të burrave pa tokë fiks, që kryqëzonte kufijt me një naturalitet që shumica e burrave mesjetar kur nuk do ta përjetonin në një jetë të tërë. Grandes kompagnies që shkatëruan Francën gjatë luftës 100-vjeçare i përdornin lokalet si hapësira qendrore operacionale, aty diskutoheshin kontratat, aty qarkullonte paraja dhe aty kultura specifike. E këtyre organizatave paraushtarake riprodhoi dhe konsolidoi. Lokalet ishin vendi i tyre natyral i mbledhjeve, rekrutimit të ndërsjellë dhe negocimit të kontratave të reja në një treg dhune që ishte, në mënyrën e vet, i lidhur globalisht përmes rrjeteve informale të komunikimit. Taverna mesjetare shërbente gjithashtu si një hapësirë politike në kuptimin më të gjerë dhe më të saktë të fjalës. Vendimet që formsonin fatin e komuniteteve mesjetare nuk merreshin gjithmonë në sallat zyrtare të kështjellave apo në asamblenë zyrtare të bashkive. Shumë shpesh, bisedat që i paraprin, kushtëzonin dhe ndonjëherë përcaktonin këto vendime formale zhvilloheshin në taverna, ku njerëz me pikpamje dhe informacione të ndryshme takoheshin në një ambient relativisht jo formal dhe me më shumë sinqeritet se sa lejonte protokolli i rrept i rasteve zyrtare. Ushtarët që ktheheshin pas betejave sillnin informacione politike me rëndësi të jashtëzakonshme, si kishte shkuar beteja, cili ishte morali i trupave, çfarë humbje kishin pësuar lordët e ndryshëm, çfarë planifikonin të bënin liderët më pas. Ky informacion ushqente llogaritjet e liderëve lokal, tregtarëve dhe komuniteteve që duhej të vendosnin se si të pozicionoheshin në lidhje me konfliktin në vazhdim. Dallimet rajonale në tavernat mesjetare evropiane tregojnë se si e njëjta funksion themelor shoqëror manifestohej në mënyra të dallueshme kulturalisht në vende të ndryshme të kontinentit. Në Anglinë mesjetare, tradita e alehouseve ishte thellësisht e rrënjosur në jetën rurale dhe urbane. Assizes of Ale, rregulloret mbretërore që datojnë nga shekulli 13, përcaktonin standarde minimale cilësore dhe çmime maksimale për birën e shitur publikut, gjë që sugjeron si rëndësinë e madhe ekonomike të këtyre institucioneve në jetën e përditshme, ashtu edhe shqetësimin në rritje të autoriteteve për rregullimin e tyre në dobi të konsumatorit të zakonshëm. Ndërsa mesjeta përparoi dhe qytetet evropiane u bën më komplekse demografikisht, tavernat gradualisht u diferencuan dhe u specializuan në mënyra që pasqyronin diversitetin në rritje të shoqërisë urbane. U shfaqen institucione të dedikuara posaçërisht për grupe profesionale të caktuara, me kliente më pak a më shumë fikse dhe identitete komunitar të përcaktuar. U shfaqen institucione më të sofistikuara, me kuzhina më të pasura, vera më të zgjedhura me kujdes dhe një atmosferë që filloi të ngjante me atë që shekujt e ardhshëm do ta quanin restoran. Por edhe me gjithë këtë diferencim progresiv, funksioni qendror i tavernave si hapësira për përpunimin kolektiv të përvojave më intensive të jetës njerëzore mbeti në thelb i pandryshuar.
Betejat vazhduan të dërgonin të mbjetuarit e tyre në tavernat më të afërme, të cilat vazhduan t'i mirëprisnin me zjarr, pije, shoqëri dhe premtimin e heshtur të një hapësire ku përvoja e luftës mund të transformohej, ngadalë dhe kolektivisht, në diçka që kujtesa mund ta përballonte. Trashëgimia e tavernave mesjetare shtrihet shumë përtej shekujve specifik kur këto institucione ekzistonin në formën që përshkruajmë. Shumë nga funksionet që ato kryenin u morën gradualisht nga institucione më të specializuara, ndërsa shoqëria evropiane u bë më e organizuar dhe më e diversifikuar. Gazetat dhe më vonë mediat elektronike morën funksionin e transmetimit të informacionit. Spitalet dhe më vonë psikologët morën funksionin terapeutik të përpunimit të traumës. Tregjet e rregulluara formalizuan tregtinë që më parë zhvilloi mbi tavolinat e drurit të ashpër. Teatrot dhe sallat e koncerteve profesionalizuan argëtimin që më parë varej nga minstreli udhëtues. Por për shumë shekuj vendimtar, taverna ishte hapësira ku gjithçka ndodhte njëkohësisht, në mënyrë organike, të improvizuar dhe thellësisht njerëzore, pa planifikim dhe pa protokoll, vetëm me urgjencën e jetës që duhej të vazhdonte pas dhunës së luftës. Ajo që na mësojnë tavernat mesjetare për natyrën njerëzore është diçka që i kalon specifikën historike të kohës së tyre. Ato na mësojnë se njerëzit, edhe në rrethana dhune ekstreme dhe prishjeje të thellë shoqërore, kërkojnë menjëherë hapësira lidhjeje, rrëfimi të përbashkët dhe komuniteti të njohur. Ato na mësojnë se përpunimi i përvojave më të vështira të ekzistencës njerëzore është në thelb një proces social, që ndodh në dialog me të tjerët, jo në vetmi. Dhe ato na mësojnë se hapësirat fizike ku ndodhin këto procese, qofshin ato taverna mesjetare apo ekuivalentet e tyre në epoka dhe kultura të tjera, kanë një rol po aq të rëndësishëm në historinë njerëzore sa edhe fusha e betejës, pallatet dhe katedralet që shfaqen në libra dhe muzeume. Ajo që ndodhte në tavernat mesjetare pas betejave ishte, në fund të fundit, ajo që njerëzimi bën gjithmonë kur duhet të shndërrojë të papërballueshmen në diçka që mund të përjetohet. Ndodhte kërkimi për mbijetesë të menjëhershme, për ngrohtësi, për shoqëri dhe për pije që zbusnin përkohësisht dhimbjen që trupi dhe shpirti mbanin. Ndodhte rrëfimi frenetik dhe i përforcuar, ndërtimi kolektiv i një kujtese që i jepte kuptim ngjarjeve që vetë u rezistonin kuptimit. Ndodhte tregtia pragmatike dhe negocimi i të ardhmeve, loja kompulsive dhe muzika që zbutnin qoshet më të mpreta të realitetit, zjeja kolektive dhe festimi i mbijetesës, dhuna që shpërthente dhe heshtja që e ndiqte. Ndodhte, në një fjalë, jeta njerëzore në gjithë kompleksitetin e saj të pasgjithshëm, brenda mureve të ulta dhe tymosura të ambienteve që historia zyrtare rrallëherë i nderon me vëmendje të mjaftueshme, por pa të cilat e gjithë mesjeta do të ishte një histori e paplot, e treguar vetëm nga një gjysmë. Nëse udhëtimi juaj nëpër këto taverna mesjetare ka marrë fund për ju tani, dijeni se historia ruan pafund dhoma të tjera të errëta dhe tymosura që presin të eksplorohen. Nëse ky zhytje në atë që librat zakonisht nuk tregojnë ju ka mbajtur të lidhur nga fillimi deri në fund, bëjini vetes një favor, abonohuni në këtë kanal tani, sepse rrëfimet e ardhshme janë po aq tërheqëse sa ky, dhe nuk do të dëshironi të humbisni asnjë prej tyre. Lëreni likeun tuaj, siç luftëtarët mesjetar ngritnin kupat e tyre, për një histori të mirë, të treguar mirë. Dhe në komentet më poshtë, na tregoni se cili aspekt i tavernave mesjetare ju ka habitur më shumë. Historia po ju pret.